Për mua është fitus moral është Arjan Tahiri, një djalë i ri, në mosh, dorën zemër me një sjellje dhe me një kulturë për lakmi, sigurisht se e ka mund, por unë mendoj se nuk e ka mundur këtu vetëm Faton Pecin, por Fatonin dhe Albinin dhe qeverin. Tash, ti balancojmë, Gashi. Në Mitrovic kanë qenë në garë një parti politike që ka pas pushtetin në nivel qendror dhe një parti politike që ka pas pushtetin në 4 vjetet e fundit në nivel lokal. Arjan Tahiri ka qenë nënkryetar e një kandidati për kryeministër. Ka qenë madje Bedri Hamza ende është në këtë debatin publik nëse mund ta qeverisë një qeveri të opozitës, pra një kandidat për kryeministër dhe një nënkryetar i komunës ka garuar kundrejt një ministri dhe një kryeministri. Dy pushtete të ndryshme kundër njëri tjetrit, pra nuk është një djalë i ri i pa përvojë në politikë ose pa të kaluar politike. Mitrovica nuk mohet, nuk ka diçka që dallon për një rezultati të madh, apo për një projekti të madh, apo për një projekti të veçantë. Atje ka monitoruar disa prej aktiviteteve të komunës Mitrovicës, sidomos në fushën e prokurimit publik. Është prej komunave jotë që ka krijuar një standard për qeverisjes mirë, ka krijuar KXH me shumë dilema, vendosjen e kriterëve, nuk përmendet për ndonjë projekt të mirë. Bedri Hamza njihet si ministër, po jo si kryetar i mirë. Domthonë nuk kemi ndonjë rezultat që ai ka sjellë një rezultat mirë në qeverisje, domthonë ka qenë në pushtet. Po pushtet, po nuk ka qeverisë në atë performancën se si e njeh mina. Fatkeqësisht Bedri Hamza është shumë i keq në qeverisje lokale sepse nuk ka një uri shumë për qeverisje lokale. Ai përmendet për një dikaster të financa, por jo si kryetar komune. Kryetari i komunës është një prej niveleve shumë të përgatitur që mund dallojmë kryetar të komunave, sepse kryetarët ministrat që janë futur si kryetar të komunave kanë dështuar për shkak që është një rrethon tjetër, ballavaçohet me shumë ligje. Janë ballavaçimi drejt për drejti me qytetarin që në këtë rast një ministër nuk e ka pas një gjë të tillë. Bile Bedri Hamza ka një arrogancë ndaj asaj që e ka pas ignorancë ndaj komunitetit. Domosht kur ka qenë ministër nuk i ka kuptuar shumë kryetarët e komunave. Hamza ka qenë arrogant si kryetar. Po sepse ka zhvilluar strategji, forma që si ka kuptuar kryetarët e komunave. Domosht ne si monitorues të pushtetit lokal ne shpeshherë kemi pas dilemat që s'ka arrit me kuptu kryetarët e komunave për me kriju platforma dhe ligje në harmoni me qeverisjen lokale. Kja i ka dëmtu zotëri Bedri Hamzën dhe njëri ku qeverisje ti. Ju e keni vërejtur që shpeshherë mediat kanë diskutuar për aktivitetet e prokurimit atje në Mitrovic për kontestimin dhe vlerësimet të cilën ka rrjedhë si burim jo mirë i vlerësimit. Dhe kjo ka shkaktuar një dëm. E qartë jemi të matë forcat politike, pra dy pushtete të niveleve të ndryshme kanë qenë në garë këtu. Tash, Arjani është një djalë i mirë, e një personalisht. Domthon, krahasim me Bedri Hamzën mendoj që Arjani dhe shumë më shumë se sa Bedri Hamza për qeverisjen lokale. Sa i tan kohën mirë me qeverisjen lokale. Por domi